Propozim për martesë në fluturim, styardesa pushohet nga puna. Në atë moment ishte në qellin e 7, por me siguri pasojat e atij veprimi ja çuan moralin për tokë. Nuk pati fund të mirë historia e një styardese fluturimi, e cila teksa ishte në turnin e punës mori një propozim për martesë nga i fejuari i saj. Kjo pasi gruaja u pushua nga puna. Antarët e ekuipazhit ishin të angazhuar në fluturimin për 1 ore, ku djaloshi u shfaq në bordë dhe i propozoi styardesës martesë në sy të pasagjerëve. Ishin pikërisht ato fundit që publikuan fotografi dhe video nga momenti i propozimit në rrjetet sociale. Vërtet nuk e besoja se i dashurim do e bënte. Ju falenderoj që ishi dëshmimtar, tha e reja. Megjithatë, kompania ajrore nuk e priti as pak mirë propozimin, duke cilësuar si një akt të papërgjegjshëm që vuri në rrezik sigurinë e pasagjerëve. Vajza u shkarkua nga puna pak ditë më vonë.